Kaloi një vit i plot nga shfuqizimi i balancuesit, ndërsa ligji i paralajmëruar për përfaqësim të drejtë ende nuk është askund, ishin akuzat e Frontit Evropian në adresë të pushtetit në seancën për pyetje deputetësh të opozitës. Deputeti Ilir Hasani kërkoi përgjigje se cilët persona dhe ekspert kanë punuar në tekstin e propozimligjit dhe akuzoi për deshqiptarizim të institucioneve. Dhe një vit kaloi duke e bë atë ligj. Edhe ato po premtoni se do e bëni ligjin më të mirë se ligjin për përdorimin e gjuhëve, edhe ato spari do e çoni në Venedik, pak të shëtitit aty në për ujë, nuk e di se kur do kthehet prej Venedikut. Përgjigja arriti nga zëvendës kryeministri për qeverisje Tamir Arben Fetai. Sipas tij, propozim për shfuqizimin e balancuesit ka pasur që nga koha kur në pushtet ishte BDI-ja, duke shtuar se temat po shfrytëzohen për destabilizim. Si në çështjen e gjuhës, si në çështjen e decentralizimit dhe të gjitha çështjet tjera që janë bërthama e marrëveshjes orit apo shtyllat e marrëveshjes, ju keni sjellur improvizime të njëpasnjëshme. Nuk keni rregulluar me ligj asnjë çështje, sepse keni qenë më të zënë me tendera, me malverzime dhe me korrupsion. Tash, unë du t'ju pyes, a jeni ju ato trima që e keni lënë Akademinë e Shkencave me 0 përfaqësues shqiptar aty? Nuk mundet BDI-ja të jetë përgjegjëse për veprat këtë vitin e fundit që jeni të i bë. Domethënë, për gjithçka që është ndodhur këtu, nuk është BDI-ja faktor destabilizimi. Bile shkoni aq larg sa BDI-n e thoni se po merr aktivitete për të destabilizuar përmes mospunësimit të shqiptarëve, që është një absurditet i radhës. Është absurde, nuk ta pranon, kërkush nuk ta pranon. Paraprakisht kryeministri Hristian Mickoski theksoi se draft ligji për përfaqësim të drejtë adekuat së pari do të kalojë në qeveri, pas çka do të dërgohet deri te Komisioni i Venecias për mendim, e më pas do të hyjë në procedurë parlamentare. Për një hap të tillë reagoi Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit, prej ku thonë se nga Komisioni i Venecias mund të pritet mendim në periudhë të papranueshme kohore. Kjo qasje është e kundërt me përvojën e hidhur që vendi kishte me ligjin e gjuhëve. Ai ligj u dërgua në Komisionin e Venecias më 22 janar 2019, ndërsa mendimi miqësor u dha më 4 maj 2025, plot 6 vjet pritje. Bilal Kasami nga koalicioni Vlen dje theksoi se procedura është rezultat i marrëveshjes politike në pushtet, me qëllim që të shmangen sfidat si me ligjin për gjuhët, që u kontestua në bazë të mendimit të Komisionit të Venecias.